Nga ana tjetër, në Rusi nuk janë të fokusuar për, le të themi, siç deklarojnë në Perëndim, për të sulmuar apo për të përkeqësuar situatën me Europën, do të thënë më keq se është, sepse nuk ka ku të vejë më keq, por nga ana tjetër më keq mund të jetë vetëm lufta direkte, por në qoftë se NATO ekzistente dhe vendet në kufi me Rusin do të provokonin Rusin, siç u bë pak kohë më parë me dronët që u futën nga vendet balltike dhe goditën domethënë portet dhe rafineritë në detin balltik të Rusisë, në qoftë se këto do të vazhdonin, Rusia pa hezitim do të godiste domethënë dronët në territorin e vendeve domethënë kufitare pranë të vendeve të NATO-s. Qartë. Kemi dëgjuar gjithashtu një intensifikim të retorikës lidhur me gatishmërinë e Rusisë për të pasur rol më të rëndësishëm në Ballkan, në vazhdim e asaj që po perceptohet si vakum nga perëndimi. A ekzistojnë kushtet, mendon, që Moska të shtojë influencën në Ballkan në kontekstin aktual gjeopolitik të botës? Po të flasim, Rusia ka pasur gjithmonë dhe do ketë gjithmonë interesa në Ballkan, në mbar Ballkan, jo vetëm në atë perëndimor, por në mbar Ballkan. Tashti duke parë dhe unë do të fokusohesh një çik tek Bullgaria dhe me ardhin në pushtet të ish presidentit Rumen Radev, që është, le të themi, nuk është mik i Rusisë, por është më, le të themi, më tolerant, më i qëndrueshëm në politikat për interesat e vendit të vet, se duhet kujtojmë që ai nuk është vasal i Kremlinit, ai është një ish general i NATO-s de facto. Dhe kuptohet dhe ka bërë studime në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithsesi. Por ai është, domethënë, mos kujtojmë që ai është tamam pro-rus. Partia pro-ruse në Bullgari nuk ka fituar, por ky është më i moderuar dhe mund të jetë një Orban i dytë në Ballkan. Dhe për më tepër që ai që erdhi në vend të Orbanit, pra Magyar, me programet e veta nuk është shumë i ndryshëm nga Orban, sepse ai ishte po aq i djathtë sa dhe Orban, dhe nganjëherë mendojnë dhe në Rusi kanë bërë dhe batuta në Orban e ka bërë kastile që ka lëshuar pushtetin këtij për të gëzuar pastaj për më tepër që ky propozoi Orban të bëhet kryetar i Komisionit Evropian, pra në vend të von der Leyen, të Orbanit vet. Dhe ministrin e jashtme e quajnë Orban me qira llafi. Kështu që mendoni që nuk do të ketë shumë ndryshim në qasjen e Hungarisë ndaj Rusisë? Jam i bindur për këtë gjë, domethënë sepse nuk ka pse të ndryshoj politikën e vet Hungaria ndaj Rusisë kur e merr naftën dhe gazin të lirë në ndryshim nga vendet e tjera. Përse të thotë jo, po t'ja marr nga Amerika 3 herë 4 fish më shtrenjtë naftën dhe gazin dhe që t'i bëj keq Rusisë. Është nonsens. Të qartë, zoti Puma, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne në Rreth e Qartë dhe ndat informacionet dhe opinionin tuaj lidhur me këto çështje. Ishte kënaqësi që ju kishim. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio.